Mëngjesin Petra. Kemi në zotë të sjene mirë? Mirë, gëzuar. Luar. Mi se vëgjetë. Të në falë për do gjatë. Bekimin e zotë të gëzuar. Së keni qenë mirë? Për shumë bitë. Bekimin e zotë të gëzuar. Kryq. Bekimin e zotë nëse në ardhë në gëzuar. I bekuar është përëndi, dhe të një përëndi, dhe më lartë në të të përëndi shpërshë, në të në të përëndi të lomë, në të përëndi të 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 sarë të mirë, të të rësë të 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 dhe pasër në të jodhë të të në shpirë të ta. Duke që të brota dhe një përpara, më shirë, të se përëndi, më shirë në të një gani përpara, një të në të që të sotë që për përëndi, më shirë në të shpëtonë. U shëndërua fytyra, kaqët e ti dhe robat e ti, ishtë të bardha dhe vëtëtimi, dhe javë të burat e kufisin bashkëmatë, të cilën ishën Mojsiu dhe Elia, ata u dukën me lavdirë, thoshin, në vdekjen ati që ishte për të mbushur në Jeruzalem, po Petri dhe ata që ishën bashkëmatë, ishën nduar në gjumi, dhe kruzjuar pa lavdinë ati, dhe ata të dy burat që rinin bashkëmatë, dhe të këndashën për një Petri tha Isuj, mjeshtër, është mirë të jemi këtu, dhe të bëjmë 3 tenda, një për ty, një për Mojsin dhe një për Elinë. Pa ditur se shtotë, dhe i të thoshte këto, erdhi një re, mbuloi me hije, dhe ata u fëtësuan, kur hynën në retë, dhe erdhi me zë nga retë dhe thënë, ky është birimi dashur, dëgjojeni atë. Dhe pasi erdhi zëri Isuj, unë ditën vetëm, e ta s'bën zë, dhe nuk thanë ndonjë ato ditë, as për ndonjë gjë, nga ato që kanë,
shpresa gjithave të theu dhe atyre që ndodhen larg dhe i mëshirshëm tregosur për mëkatet tona dhe mëshironë, se ti e Perëndi mëshiruar dhe njëri dashur dhe të drejtuar lëndinatët e birit dhe shpirtit të shenjtë tani e për herë e në jetët e jetëve. Paqe në të gjithë. Krejtë le t'jolim Zotit. O i shumëshishëm Zoti Jesu Krisht, Perëndia ynë që është faqe dhe është përfituar në malin thavor me ndërtimin e të zonës sonë, ylince dhe pacënuar, ylince gjithmonë Virgjës Mari, me fuqinë e Krishtit çmuar dhe të nderuar i bërës me mbrojtje fuqie që do të çmuar të patru. Lutje nderuar lavdëruar profetit Parenzi pak Zoti Johan ta posë shëta lavdëruar të dëgjuar, të dëshmorët të shëta lavdëruar dhe mund të shkëlqyer tjetër ta në shkart dhe kurrës. Të prindë të shenjtë drejtë kemi dhe anës dhe të kremtë si kujtojmë sot të gjithë shenjtove tu, bëhet me pritur lutjen tonë, dëronë ndjesën e fajve tona, kullonë me jenë e krave të tu, të blokë nga nesh dhe armik dhe kundërshtar, pajsona jetën, shona zonë dhe me dhe botën tënde dhe shpëtoj shpira tanë si Perëndi i mirë dhe njëri dashë. Ashtu si që merrim Faqe dhe për ne dritën dhe lavdi, që dritë në qiell. O Zot. E bekuar për kreatën, e birë dhe shpirtin shënë, tani e përherë dhe jetët të jetën. Me pace ne ti lutemi Zotit. Per pace se dare da te per shpëtim. Ne ti lutemi Zotit. Per pace në tërë botës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve, ne ti lutemi Zotit. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që brenda në të me besim, shpresari dhe frikë Perëndije, ne ti lutemi Zotit. Për mitropolitin tonë Andonin, nderuar presbiteri dhe diakonat me Krishtin, për të klerin dhe popullin, ne ti lutemi në Shqipërisë, qeverinë në ushtrin dhe gjithë popullin, ne ti lutemi Zotit. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend, dhe për ata që banon në lumen dhe sin, ne ti lutemi Zotit. Për hera të mira, dhe gatitë e pemëve të dheut, dhe për kohë me paqe, ne ti lutemi Zotit. Për ata që lundrojnë Tavori dhe Hermoni do të ngazëllohen me emrin tënd. Shpëtona, o i biri Perëndisëm, që u shpërfytyrove në mal Thabor, ne që të këndojmë Haleluja.
Edhe shiko dhe vizito dhe rregullo këtë breshtë të cilin e kam mbjellur, dora jote djathtë. Si dhe të gjitha ta që marrin pjesë në të liturgji hymnore e kujtoft të Zoti Perëndin në mbretërinë e Tij, gjithnjë tani e për ere në jetë të jetëve. Në të lutemi Zotit për
për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që hyn brenda në të me besim, shpresari dhe frikë Perëndije, le t'i lutemi Zotit, që të shpëtojmë prej të hidhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevojë, le t'i lutemi Zotit. Për krahë dhe në një Zot Jesu Krishtin, birin e Perëndisë, dhe vetë lindurin, që lindi për atë përpara gjithë shekujve, dritë për e dritë, Perëndisë të shenjtë dhe Virgjëreshës Mari, dhe u bë njeri, dhe u përqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat, anën e profetëve, në një kishë të shenjtë, katolike dhe apostolike, pohoj një pagëzim për ndjesën e mëkateve, pres ngjarjen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të mësuar. Amin. Të Krishtit tënd me të cilin një bekuar bashkë me shpirtin tënd të rëshënjtë të mirë dhe të bërë tani e për herë e në jetë të jetëve. Amen. Lavdim ty Krisht Perëndi, shpresa jonë, lavdim ty. Lavdiat të Birë dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herë në jetëve. Amin. Shëro Zot dhe kokën e Zotit shenjtë. Ai që fluturua në malin Tabor përpara nxënësve dhe apostujve të shenjtë, Krishti Perëndia ju shpëtet. Me ndërmjetimet e nënës së tij pasunuar dhe krejtë pasurën në fuqinë e Krishtit të çmuar dhe të bërë mbrojtje fuqive qellore të çmuar pa trup. Të nderuar të lavdëruar profeti Perëndimor Apostolët Johan, të apostujve të shenjtë të dëgjuar të lavdëruar tjetërve ta të shëndarë dhe kurrë, ty prindër të shenjtë, drejtë të ekipit të anët dhe gjithë shenjtorëve të tij. Na mëshiron dhe na shpëton, si Perëndimi e mëshiruese dhe njeri dashur. Me uratat e tërve tanë të shenjtë të Zotit Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Uratat e Zotit tonë ndoni, Zotë Jesu Krisht Perëndia ju, o Perëndi mëshirona dhe shpëtona. Me kimin e Zotit gëzuar për shërbjet të gjithëve, Ak Mihal, gëzuar, shëndet edhe nga familja, Kurajo, Shorca, bekimi e Perëndisë, edhe ata që festojnë sot, që kanë edhe emrin Sotir, Perëndia t'i bekoj. Tani sipas traditës, do të bëjmë edhe një litani, një procesion rreth kishës, meqense festojnë edhe emrin e kishës. Për metropolitin tonë, kryepiskopin tonë ndonim. Është kënaqësi për arsye se ditët cilët ne po kalojmë, edhe koha pak e nxehtë, por do kisha dëshirën e madhe të bënja një thirrje njerëzve tanë, besimtarëve tanë, të afrohen dhe të jenë sa më afër kishës tonë ortodokse. Është kisha ajo që na afron, na bashkon dhe na lidh për çdo gjë. Sot kjo ditë për ne është ditë e shenjtë. Sot do të buqisë kisha, pavarësisht hallave ku janë e ku s'janë, qofshin mirë dhe të kenë shëndet të tërë. Kimin Hirsi Andoni edhe qofshin bashkë ju gjithmonë. Gëzuar të gjithë, gëzuar juve që na respektuat nga Elbasani, është kënaqësi e veçantë.
Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjoj mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për të krishterës shpresëtar dhe ortodoksë. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për mitropolitin ton Andoni. Vjeto kryesor. Lutemi edhe për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkateve të shërbëtorëve të Perëndis, gjithë të krishterëve shprestar dhe ortodoksë që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet, e në rritëve, pritëropëve dhe ndihmëtarëve të kësaj shtëpie të shenjtë. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Se ti e Perëndi mëshirues dhe njeritashës dhe ty ta drejtojmë lavdin, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e për erën e jetë të jetëve. Amin. Mëshirona o Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjoj mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për prehjen e shpirtave të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të fjetërve me shpresën e ngjalljes, për jetën e pasosur, mbretëve, patrikëve, episkopëve, priftërinjve, hieromonarkëve, diakonëve, monakëve, etërve, profetërve, gjyshërve, prindërve, fëmijëve, vëllezërve dhe të afërmve tanë, të gjithë që nga fillimi dhe deri në fundin e tanishëm, që t'ju fale çdo faj bërë me dashje apo pa dashje. I përjetshëm kujtimi, i përjetshëm kujtimi, i përjetshëm qof kujtimi tyre. Se ti e ngjallja, jeta dhe preje shërbëtorëve të tu, o Kristo Perëndia jon, dhe ty ta drejtojmë lavdinë, bashkë me atin tënd pa fillim, dhe me shpirtin tënd të rësejnë të mirë dhe bërës, tani e për erën në jetë të jetëve. Amin. Ashtu siç e meni vet, faqe dhe për ne. Që lëviz kundër nesh, vetën na shpëtoi nga kërcënimi i tij, i drejtë që qëndron mbi ne dhe të na mëshirojë. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi dhe që Zoti Perëndia të dëgjojë zërin e lutjes sonë të mëkatarëve dhe të na mëshirojë. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Dëgjona Perëndi shpëtimtari ynë shpresa e gjithanëve të Dheut dhe i mëshirshëm trego Zot për mëkatet tona dhe mëshirona. Se ti e Perëndi mëshirues njëri dashës dhe ty ta drejtojmë lavdinë atit birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erë e në jetë të jetëve. Amin. Dita e sotme e 6 gushtit është festa e transformimit të Zotit Krisht në malin Thavor. Atje bashkë me 2 nga nxënësit e tij, të cilët 3 nga nxënësit e tij që u bën dëshmitar të shfaqjes hyjnore të Krishtit, i cili në trup njerëzor shfaqi lavdinë hyjnore. Dita e sotme është një gëzim veçanërisht për kishën e Gramshit që ka këtë emër që feston kisha jon, kisha e transformimit ose ndryshe e Shën Sotirit. Dhe i urojmë në ditën e sotme të gjithë atyre që kanë edhe emrin Sotir dhe që festojnë dhe gjithashtu lutemi që Zoti të na e bëjë mbar nëpërmjet edhe kësaj feste, edhe lutjet tona shkojnë për gjithë njerëzit që janë në nevojë dhe sidomos për këtë situatë të vështirë që po kalon vendi në këtë temperatura të nxehta edhe me situatën e zjarreve. Lutemi që Zoti të vendosë dorën e të na bekojë të gjithë. Gëzuar e për shumë vjet.